zbërthesh telefona, edhe qarë mesazhe kanë telefon, edhe na përgjimet e telefonit, edhe çdo gjë, domethënë, ta bazosh vetëm te telefoni dhe mos bësh hetime serioze për krimet e tjera që kanë ndodhur në vend, atëherë kjo nuk është normale, edhe një situatë e tillë, domethënë nuk flet për mirë për SPAK. Rrjedhoj, kjo është arsyeja që ka një lloj zhgënjimi të shqiptarëve. Dhe nëse në vitin 2024 Altin Dumani u shpall njeriu i vitit për Shqipërinë dhe për shqiptarët, nuk kaloi pak kohë dhe në vitin 2025 që jemi tani në fund, në 90% që ishte besueshmëria edhe vlerësimi pozitiv për SPAK, ka vajtur 47%. Kjo është një rënje drastike dhe kjo rënje me mënyrën se si po ecën ende SPAK, e sidomos edhe me këtë të fundit, me insistimin për një mas sigurimi të dytë ndaj zëvendës kryeministres, kur gjykata kushtetuese të flet ndryshe edhe thot prit vendimin tim dhe ti nxitohesh, thot gjitha e ulin reputacionin e SPAK, e ulin besueshmërinë e tij në publik edhe e bëjnë të dyshim të veprimtarinë e tij. Edhe një pyetje të fundit, avokat, sipas jush në optikën tuaj, cili është politikani më mëkatar i 35 viteve të demokracisë? Po ka diskutim ajo që ai që është ideatori, frymëzuesi dhe realizuesi i një shteti